Prej afro 35 vitesh, në këtë godin jetojnë më shumë se 30 familje, ndërsa mungesa e investimeve gjatë viteve e ka amortizuar ndjeshëm objektin, duke e kthyer jetesën në një sfidë të përditshme për banorët. Bëhet fjalë kryesisht për familje të komunitetit rom, por jo vetëm, të cilat thonë se prej vitesh përballen me mungesë investimesh dhe kushte të papërshtatshme jetese. Banorët shprehen se problemet janë të shumta, duke nisur nga mungesa e ndriçimit dhe amortizimi i banjave deri tek rreziku që paraqet godina në rast emergjencash. S'po vejnë në dorë. Të tërë neve si komshi që jemi këtu vuajmë. Banjat, mikrobet, sëmundjet, ma po më bëj djali 16 më bënë, a kanë ardhur 2 herë t'i lynë apo jo? Pa derë, pa gjë. Këtu nuk ka një ndriçim. Këtu nuk dinë që të kemi një vdekje si do ta nxjerrim të vdekurin, se të gjallë jemi flus ka sapuni. Të tjerë banorë thonë se premtimet për investime kanë qenë të vazhdueshme, por deri më tani nuk është ndërhyrë konkretisht. Shtëpia ka ardhur, nuk ka bërgjë. Do rregullojmë këtë, asnjë gjë s'ka bërë. Mes tyre ka edhe familje në vështirësi ekonomike dhe persona me probleme shëndetësore, të cilët kërkojnë mbështetje urgjente. Ç'e pyet laftari? Si që shikoni, pikojnë banjat, jemi 4 familje në një banjë, një dhomëri me djalin, asnjë s'ka erdhur. Kemi vajtur jemi të rreth për shtëpi dhe s'puna japin, jo bëj këtë, po bëj atë. Unë jam e smurë, markip, jam invalide, nuk ka dal dot, djalin pa punë, shtëpisë po s'puna japin, me këtë kushte që jemi këtu jemi laftari. Banorët i bëjnë thirrje Bashkisë së Korçës që të ndërhyjë sa më parë për rikonstruksionin e godinës, në mënyrë që familjet të kenë të paktën kushtet minimale të jetesës, ndërkohë jashtë kamerave zyrtar të bashkisë bëjnë me dije se ekziston një projekt për investim në këto banesa, por ende nuk është siguruar financimi i nevojshëm, pasi sipas tyre kërkohet një ndërhyrje thellë dhe jo thjesht sipërfaqësore.